يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet i ja dërgojna Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuam. Ne jemi tash në prag të 10 ditëve të Dhulhijhes që i themi ne. Dhe e poshtë të rrugës të arsyeshme që t'ja rikujtoj, ju pse sa ne s'kemi thonë më herët për 10 ditëshin, këtë 10 ditët e Dhulhijhes që i themi, jo që s'kemi folur më herët, por t'ja rikujtojmë, sepse rikujtimi i muslimanit sjell dobi. Allahu Azza wa Jall për më na tregu neve se sa të rëndësishme janë këto 10 ditë që hymi ne tani. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: "Wal fajr wa layalin 'ashr." Pasha agimin e mëngjesit dhe pasha 10-shin. Dhe shumica e dietarëve të tefsirit, të zbërthimit të Kur'anit që kanë bërë, shumica, dhe kjo është e saktë thot Ibn Kathiri, kanë thonë se ky 10-shi është për qëllim 10 ditët e Dhulhijhes që jemi na tani. Për këtë arsye, nëse ja këshyri historinë, biografinë e të parëve tonë gjeneratave të hershme, kime drejtë se janë një 3 dhjetëshe që ata janë kujdesshëm mos me i hup ata dhjetëshe, me i rujt, me bon vepra dhe me shtu veprat e mira në ato 3 dhjetëshe. Prej tyne, nëse ja këshyri biografitë e tyre, kime gjetë që kanë qenë përkushtum në 10 ditët dhe netët të fundit të Ramazanit dhe në 10 ditët e Dhulhijhes që tani fillojna me to. Dhe njëherët 10 ditët e para të muajit Muharram. Këta 10 që i kanë rujtur. Pse i kanë rujt? Që në to henes të bëjnë vepra më të mira dhe më shumë, sepse Allahu i madhëreshëm veprat e tu në si rob, Allahu i donë gjithna me bon vepra të mira. Por në këtë 10-shin, ta shumë fishon se vapin. Në këtë 10-shin, nëse një vepër, të njëjtën vepër, e ke bërë para këtij 10-shit, e ke marrë shpërblimin. Por në këtë 10-shin ta shumë fishon shpërblimin, veç pse e bërën këtë 10-shin në të cilin Allahu u betu. Këtë 10 ditë që Allahu i ka vlerësu. 10 ditë që janë ditët më të mira të vitit krejt. Janë më të mira edhe se 10, si ditë, vetëm se 10 ditët e fundit Ramazanit, ja kalojnë për shkak se janë nëse i shtime dhe netet. Ato ja kalojnë për shkak se nota e kadit. Për ndryshe, as një ditë e vitit nuk ja kalon këtyre 10 ditëve. Prandaj Allahu Azza wa Jall e pëlqen, e dën, dëshiron prej neve që na me bon vepra, me shtu vepra të mira në këtë 10. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e Bukhariut e Tirmidhiut. Tha pejgamberi alayhi salam: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tha pejgamberi sa s'ka ndaj ditë brenda vitit krejt, s'ka ndaj ditë që Allahu Azza wa Jall ta dën veprën më shumë se sa që e dën veprën e mirë tënde gjatë këtyre 10 ditëve. Sa që shokët e tij sahabët i thanë: "O i dërguari i Zotit, ti po e përgjithson që to çështu? A do të thotë kjo thanë se edhe nëse njëri ka luftu, edhe nëse njëri shkon në luftë, edhe ai vepra e tij jashtë na këtyre 10 ditëve qenë ka më e vogël se veprat e tjera, tek Allahu qenë ka më e vogël se veprat e mira tjera gjatë këtyre 10 ditëve, a di çka tha pejgamberi? Edhe nëse
njoni shkon luftë, prap se prap, por nuk është në këtë 10 ditëshin, prap se prap është ma me vlerë veprat e tua të mira, çka ti i ban gjatë këtij 10 ditësh. Veç tha pejgamberi, nëse njëri shkon luftë, shkon me trupin e tij dhe pasurinë e tij krejt dhe nuk kthehet prej luftës, as me pasuri, as me shpirt. Do thotë vdes dhe i humbet pasuria krejt. Ky ja ka lënë tha, për ndryshe, çdo vepër tjetër, çka ti e ban jashtë na këtij 10 ditësh që jemi tash fillojna, është më e vogël se vepra që ti e ban në 10 ditësh, sepse Allahu kështu e ka vlerësu dhe e ka çmu këtë vepër, këtë ditë. Ndërsa unë deshta t'ja rikujtoj se më shumti që na duhet të jemi të kujdesshëm gjatë këtyre 10 ditëve, të jemi të kujdesshëm në obligimet që Zoti neve na ka bërë. E para, të jemi të kujdesshëm në obligimet që Zoti na ka bërë, sepse një obligim që ti, një namaz që ti e kryen jashtë në 10 ditëshit, ka tjetër vlerë. E ajo kur kryhet i njëjti namaz, brenda 10 ditëshit këto, ka tjetër vlerë. Vlera tash është më e madhe, se i njëjti namaz është, po veç pse është në brenda këtij 10 ditëshit është më e madhe. Një sadaka e jotja, që ti e ke dhënë para 10 ditëshit, të njëjta shumë, njëti let mbetet i njëjti, veç pse e ke dhënë këtë 10 ditëshin, është më e madhe tek Allahu, vlerësohet më shumë tek Allahu Azza wa Jall se sa jashtë këtyre 10 ditëve. Ndërsa më shumë ti çka duhet t'i kushtojmë me rëndësi është obligimet e Zotit. Po e sjellin një hadith argument për këto, hadithin që sjell Buhari dhe Muslimi. Tha pejgamberi asam, inna Allah qal, Allahu po thot, hadith kutsi, men adeli waliyan faqad adhantuhu bil harb. E para çka tha e nisi hadithin pejgamberi asam, thonjën e tij, e nisi me këtë, kush mangus një evlia timin, ati kam shpallur luftë. Kush mangus një dietar, ati kam shpallur luftë. Kush mangus një praktikues të mirë, të dinit, të fesë, ati kush mangus ato pa të drejtë, ati kam shpallur luftë. Prandaj kujdes, ju kujt i shpallni ose kën e ngasmani ose kën e thyni ju, sepse ngasmimi dhe luftë me i bë kush i shpall luftë, kush e ngucja është si me fjalë, najher si me shikim, najher si me fyrje, kërë këtë ngucje. Prandaj tha pejgamberi, ose tha Allahun hadith kësi, kush ma ngucni evliatimin, ati luft i kam shpallur. E kur Allah të shpall luft, çuditësh, habitësh, se ka t'i sjell Allah Azza wa Jall belat pastaj. Vazhdon hadithi për cilën e sjella. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Tha pejgamberi sa këtë hadith, tha po mos shumti, që po thot Allahu, mos shumti që rubi u mafruhet tek une, mos shumti që rubi vjen më ofër meje, më let që vjen ofër meje, më shumë më afrohet, tha është kur ti kryn ato që unë ja kam bërë obligim. Mos shumti që i afrohesh Allahut, është nëse i kryn obligimet e Zotit. Nëse ti kryen namazet që Allahu t'i ka bërë obligim, ju ke afru Allahut më shumë. Nëse ti jep zekatin që Zoti ta ka bërë obligim, ju ke afru Allahut më shumë. Nëse ti agjeron muajin Ramazanit që Allah ta ka bërë obligim, i afrohet Allahut më shumë. Nëse mban lidhjet fare fisnore që e ke obligim, Allahut ju ke afru më shumë. Nëse urdhnon për të mirë, ndalon nga e keqja që e ke obligim, Allahut ju ke afru më shumë. Kështu më shumë të i afrohemi Allahut, tha pejgamberi, ose tha Allahun hadith kësi, më shumë të që më afrohni mu, jo është kur i kryni që ato që unë ja kam bërë juve obligim. E pasaj vazhdan hadithi, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Mirë po, jo veç obligimet, apo dush edhe më shumë më ju afru Allahut. Tha Allahun këtë hadith kësi, tha edhe më shumë, fillon henaz, vazhdan robi duke mu afru, nëse ai përveç forzeve që unë ja kom bërë, përveç obligimeve që ja kom bërë, ai kryn edhe tjera që janë nafile. Ai kryn tjera që janë vullnetare, nuk janë obligime. Janë sunete apo nafile, por edhe me ato është i vazhdueshëm, edhe më shumë fillon duke ju afru Allahut Azza wa Jall. Nëse ti obligimi kemi 5 namazë në ditë, po nëse shton sunetet që tha pejgamberin këtë hadith, e nëse vazhdon henez edhe me nafile, henez edhe më shumë i afrohesh Allahut Azza wa Jall. Tha e këtu nafile, për shembull, namazi i sabatit ka 2 obligim.
Këto janë obligim që ti ka bo Zoti, po nëse i shton edhe 2 përpara që janë sunet, i afrohesh Allahut edhe më shumë. Dreka i ka 4 farz, po nëse i shton pak sunet që i ka përpara dhe pak mrapa, i afrohesh Allahut edhe më shumë. Ikindia i ka 4 farz, po nëse najher, jo gjithher, najher i fal edhe 4 sunet përpara, i afrohesh Allahut edhe më shumë. Akşam i ka 3, po nëse ja shton edhe sunetin i afrohesh Allahut edhe më shumë. Jasia ashtu edhe vitrin në fund ashtu. Pra don me ju afru Allahut, më shumë i kryen edhe ato që si ki obligime, por janë sunete ose janë nafile vullnetare. Ose për shembull njëri i kryen këtu, po pa don henez më shumë me ju afru Allahut. Kur quhet pasi që të ka lind dielli, i thuj një namazit duha. Quhet edhe i fal një 2 recate, që janë të vleshme dhe që ato, së bota dhe kej shka konton, dhe që ato 2 recate me i fal. Ndërsa quhet edhe i fal, kjo shtes, ose njoni po donë më bon, edhe ma shumë ju afru Allah, edhe ma buri mirë me qenë, ose edhe ma grue mirë me qenë, qka ban? Quhet mesin e natës. Kur të tjeret ndoshta kërhatin duke fjetur, a i quhet dhe falet diçka, qoftë një 2 recate namaz i fal. Për Allahun vullnetarisht këtu janë, obligimës janë, por vullnetarisht që tu të afrojnë edhe ma shumë tek Allahu Azza wa Jall. Po na si njerëz jemi gjithë të interesum. E mirë, unë pe kry që ato obligime, po jo afrejsha Allahut. Që tu sunetën afile vullnetare, edhe ma shumë po jo afrejsha Allahut. Cili është rezultati? Na intereson kjo. Cili është përfitimi one që ti kry këtu? Na tha Allahun këtë hadith kutsi, kur tha, e atëherë tha, e ajo e para që është, unë të du. E para është që nëse i kryin që tu shka u përmenden, Allahu të dën. E qka pasaj? Allahu po mdojka, po në qka përfitaj? E përmendi Allahu tha, e nëse është kështë ta kuntu se ma'hu ledhi e sma'u bih. E kur të bëhet qështu, e du unë atë rëbë. E kur ta du, bëhem tha dëgjimi i ti me cilin a i dëgjën. Bëhem shikimi ti me cilin a i sheh. Bëhem dora ti me cilin a i prek. Bëhem gjuha ti me cilin a i flet. Bëhem këmba ti me cilin a i esen. Që donë të thot hadithi, qka të vepran robi e vepran veç në pajtueshmëri me ato çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund ka tha, e kur të mly bëhet që të buri mirë, e du dhe bëhem që shë përmenda, tha po kur të më lyp, unë ati i dho, kur të më kërkan, unë i dho, dhe kur kërkan, unë me mbërojt, prej një diçkajt, e mbëroj atë, kështu tha pejgamberi në këtë hadith kutsi. A e vreni se sa e rëndësishme për neve është, që si të mësh këtu gjithherë, janë këtu vepra, janë të shmuara tek Allahu, dhe me gjithë të shpërblime, por në veçanti këtu i shtohet shpërblimi, në këtë djeqin qka jemi ne. Po e përmendi veç të një hadith, dhe me dhonë fund, hadithi që na të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për neve që donë më navo edhe një kurajo më të madhe, edhe një shpërblim më të madhe, nëse na i falmi 5 vaktet. E pëtëm pejgamberi sallallahu, po qka nëse i falmi 5 vaktet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thamë një hadith që Bukhari dhe Muslimi. Tha nëse i falni ju 5 vaktet, shpërblimi për juve është kë. A keni paramendu, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse na i njoni për juve, ndo njëri për juve, e ka një lëm pranderës së shtëpisë ti. E ka një lëm pranderës së shtëpisë ti. Dhe tha, hën është i lloqosur. E ka kop lloqi ose i punëtoris në punë e sene, por hën tha 5 herë në ditë me atë lloqin e ti që ju kanë ngjitur, 5 herë në ditë hën atë lëm lahët. Tha pejgamberi, a ja merr mendja që do t'i mbetet ati pastaj diçka prej ndëtsirës lloqit të tij në trupin e tij? I thanë shokët, ja vërtet, nëse 5 herë në ditë hen atë lëm lahët me tesha pa tesha që shdush, se nuk i mbetet ndësirë në trupin e tij. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e po kështu është shembulli i namazit. Nëse tha ti fal 5 vaktet, s'mbetet mëkatet në trupin tënd, të fshihen mëkatet për i trupit tënd. Kjo është vlera e namazit, në veçanti në këtë djeqin që na pret, pas një 2-3 dite, fillan djeqi Dhul-Hijje, e lusmi Allahu në zënë të marrë për tyre që këtë djeqin e shfryzojna me vepra të mira. Këtë djeqin e shfryzojna me pendim tek Allahu Azza wa Jall, e pasaj ku dolmi prej djeqit dolmi me mëkatet të fatra. Lusmi Allahun të na fat na mëshiron, lusmi Allahun Azza wa Jall të metë të na mbulon. Allahun Azza wa Jall e lutmi që në xhenet me pejgamberët të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.